Investimet publike të mbështetura nga Bashkimi Evropian në Shqipëri po shonojnë progres, por zbatimi i tyre vijon të përballet me pengesa që lidhen me prokurimin, koordinimin mes institucioneve dhe sigurimin e tokës. Përfundimi vjen nga një mision monitorues i Drejtorisë së Përgjithshme të Komisionit Evropian për zgjerimin dhe fshinjësinë lindore. Misioni shqyrtoi zbatimin e investimeve të financuara përmes kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor, UBIF. Në Shqipëri, takimi përfundimtar i misionit u zhvillua në Tiranë me pjesëmarrjen e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Hekurudhave Shqiptare, Saspak, Kesh, Akshit, operatorit të sistemeve të transmetimit dhe institucioneve financiare partnere të WBIF, mes tyre Bersh, KFV dhe AFD. Prej vitit 2009 në Shqipëri janë investuar më shumë se 600 milion euro në projekte të sektorit publik, në transport, energji, mjedis dhe digitalizim. Një nga problematikat kryesore lidhet në procedurat e prokurimit, pengesat në proceset e prokurimit dhe poshllëqjen e koordinimit ndërmjet institucioneve. Komisioni thekson nevojën për procedura më të thjeshta dhe më të shpejta për përgatitjen dhe zbatimin e investimeve. Gjatë takimit, vëmendja u përqendrua pikërisht te procesi kompleks i përgatitjes dhe hapjes së tenderit për investime konkrete. Përfshir projektin për ngritjen e Smart Labs në shkollat shqiptare, një investim që synon krijimin e laboratorëve kompjuterik për më shumë se 190.000 nxënës. Edhe në sektorin energjetik dhe atë të transportit, misioni identifikoi pengesa. U shqyrtuan projektet për centralet fotovoltaike në vaun e Dejës dhe Belq, si dhe pjesa e rrjetit të interkoneksionit elektrik Shqipëri-Maqedoni e Veriut. Në të dy sektorët, blerja e tokës vazhdon të ndikojë në afatet kohore të zbatimit dhe përrjedhoi në rezultatet në terren. Në të gjithë sektorët është e rëndësishme të thjeshtohen procedurat kombëtare për nënshkrimin dhe ratifikimin e marrëveshjeve të kredisë dhe granteve dhe të shmangen ndryshimet e shpeshta në fushveprimin e projektit, prioritetet ose marrëveshjet e zbatimit. Sigurimi i kapacitetit, veçanërisht në projektet hekurudhore, është një konsiderat kyçe në të ardhmen. Në përfundim, misioni monitorues e shtrin këtë problematikë edhe në nivel rajonal, duke nënvizuar se nevojiten koordinime më të forta, përgatitje më e mirë dhe më e shpejtë e investimeve dhe procedura më të thjeshta të prokurimit dhe zbatimit.